إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Të gjitha lavdërimet dhe falëndërimet Allahut I takojnë. Atë falënderojmë, prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga të këqijat e vetes tona dhe nga veprat tona të liga. Atë që Allah lartësuar e udhëzon, nuk ka kush që e humb. Dhe atë që Allah lartësuar e humb, nuk ka kush që ta udhëzojë. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me merit pas Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Më pas themi, fjala më e vërtet është fjala e Allahut të lartësuar. Udhëzimi më I mirë është udhëzimi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija në fe janë shpikje. Çdo shpikje është risi. Dhe çdo risi është devijim. Dhe çdo devijim të dërgon në zjarrin e xhenemit, Allahu na ruaj. Robërt e Allahut, Allah lartësuar na ka nderuar me nderimin më të madh. Edhe na ka begatuar me mirësinë më të madhe. Kur na udhëzoi në Islam, na bëri prej pasuesve të zotërisë së njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe zgjodhi për ne si libër Kur'anin, më të përkryerin në sistem, më elokuentin në fjalë dhe më të qartin në sqarimin e halallit dhe haramit. Dhe na bëri umetin më të mirë që kanë nxjerrë nga të gjithë njerëzit. Feja jonë, feja islame, është feja vërtet. Ndërsa të gjitha fetë e tjera të njerëzve, pa asnjë përjashtim, janë fe të pavërteta. Janë besime të kota edhe ligje të devijuara. Allah lartësuar ka thënë Kur'an: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Vërtet feja tek Allahu është Islami. Pra vetëm fe e pranuar tek Allah lartësuar është Islami. Pashu Allah lartësuar ka thënë në Kur'an: Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal min wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Ai I cili kërkon fe tjetër përpas Islamit nuk do të pranohet prej tij. Dhe ai në botën tjetër do të jetë prej të humbërve. Dhe pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi I fundit. Me të Allah lartësuar e përmbylli vargun e pejgamberëve. Edhe me shpalljen e tij, Kur'anin, I shfuqizoi shpalljet e mëparshme. Sikur pejgamberët e mëparshëm të ishin gjallë, nuk do t'ju lejohej atyre të vepronin asgjë tjetër përpos se ta pasonin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ose ata pejgamber janë, mirë po, nëse do të ishin prej umetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk do t'ju lejohej vetëm se ta ndjekin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allah lartësuar thot në Kur'an: Kujto kur Allahu mori besën e pejgamberëve. Ka marrë besën e pejgamberëve. Çfarë do libri dhe urtësie që kam ju dhënë, e pastaj t'ju vi një pejgamber që vërteton ato që keni me veti. Më thonë, vjen një pejgamber
me ju vërtetu ato që e keni në dorën tuaj, ju patjetër se do ta besoni edhe do ta ndihmoni atë. Atëherë Allah Rasuli tha, a pranoni dhe a merrni përsipër besën time për këtë? Ata thanë, e pranojmë. Gjithë pejgamberët e kanë marrë këtë besë nga Allahu i Lartësuar dhe kanë thonë, e pranojmë. Atëherë Allahu i Lartësuar tha, atëherë dëshmoni, edhe unë jam me ju prej dëshmitarëve. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit, nuk ka asnjë njeri nga ky ummet, qoftë hebrej apo i krishterë, që dëgjon për mua, pra dëgjon për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vetëm me dëgju, jo me ju sqaru ose vetëm me dëgju, që ka dalë një pejgamber, pastaj vdes, pa besuar në atë me të cilin jam dërguar, vetë se do t'jetë prej banorëve të zjarrit. Të gjitha librat qiellor të mëparshëm, si Teurati dhe Injili, janë shfuqizuar me zbritjen e Kur'anit fisnik, dhe nuk i lejohet askujt që të kërkoj prej tyre udhëzimin dhe dritën. Allah i Lartësuar ka thonë në Kur'an, ne ta kemi zbritur ty librin me të vërtetën, si vërtetues të librave që ishin para teje edhe dominues ndaj tyre. Prandaj gjyko mes tyre sipas asaj që ta ka zbritur Allahu, dhe mos i ndiq dëshirat e tyre duke u larguar nga vërteta që të ka ardhur. Dhe transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa Omerin duke mbajtur në dorë një kopje të Teuratit, atëherë fytyra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndryshoi nga zemrimi dhe tha, pasha atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit, sikur Musai t'ju shfaqej, është mesin tuaj, dhe ju ta pasonit atë duke më lënë mua, do të devijonit nga rruga drejt. Si ka të ishte gjallë, dhe do të arrinte kohën e pejgamberisë sime, patjetër se do të më pasonte mua. Vërtet ky ummet është ummeti më i mirë, më i vlefshëm dhe më i nderuar tek Allahu. Allah i Lartësuar ka thonë në Kur'an, ju jeni ummeti më i mirë që është nxjerr për njerëzit. Pse? Urdhëroni për të mirë, ndaloni nga keqja dhe besoni Allahun. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, dijeni se ju plotësoni 70 ummete. Ju jeni më të mirët edhe më të nderuarit prej tyre tek Allahu. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ne jemi të fundit në këtë botë për të parë në ditën e Kiametit. Pra ose ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është i fundit në këtë botë, mirëpo në xhenet do të futen të parët, për shkak të vlerës që e kanë tek Allahu i Lartësuar. Ky ummet do ta përbëj pjesën më të madhe të banorëve të xhenetit. Pra para sa ummete kanë kalu para ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po vjen vetëm ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, veç ky ummet më shumë banor xhenet për këtë ummetit se sa për këtë ummete të tjera. Allah sa njerëz kanë kalu. Me po ti e ki nderu ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe neve o vëllezër na ka bë prej ummetit të tij. E sa jemi falendërues. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte udhëzues, ishte përgëzues, ishte paralajmërues, tha banorët e xhenetit do të jenë 120 rreshta. 120. O Allah, sa prej ummetit tanë, sa prej ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa 80 prej këtyre rreshtave do të jenë nga ky ummet. Pa në vëllezër 120 ndërsa 80 prej këtyre rreshtave do të jenë nga ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky nderim o vëllezër është i veçantë, me të cilin Allahu na ka dalluar,
Mirë po mbi ne është një përgjegjësi e madhe. Të përpiqem me gjithë mundësitë tona për me mësu këtë fe. Me punu me këtë fe edhe me i thirr njerëzit në këtë fe. Edhe ta hedhim poshtë çdo risi edhe devijim që i shtrembëron dispozitat e fesë. Edhe përpiqet t'i shuaj udhëzimet edhe shenjat e saj. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Të gjitha falënderimet ato Allahut I takojnë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi atë që nuk ka pejgamber pas tij. Duke bazuar në ato që e tham deri tash, atëherë ne duhet të jemi krenar me fen tonë, që është feja vetme e pranuar tek Allahu I lartësuar. Duhet të jemi krenar me pejgamberin tonë, që është pejgamberi I fundit edhe vula e profetëve. Duhet të jemi krenar që Allah na zgjodhi të jemi musliman edhe na zgjodhi që të jemi prej umetit më të mirë që Allah I ka nxjerrë në rrezullin toksor. Të gjitha këto mirësi me të cilat Allah na ka begatuar kërkojnë falënderim të veçantë të rjetën, jo është një herë, të rjetën, ku e lutem Allah lartësuar që ta mundsoj të jetojmë si musliman edhe të vdesim si musliman. Mirë po musliman në praktikë dhe vepra, jo musliman me fjalë edhe vetëm teori. Allah lartësuar ka thënë për besimtarët, që me tregu që na vëllezër jena më të lartit. Besimtarët janë më të lartit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "El-Islamu ya'lu wa la yu'la alayh." Islami është mbi çdo sen, edhe asnjë sen nuk ngritet mbi ta. Nuk ka diçka mbi Islamin. Nuk ka diçka mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka diçka mbi besimtarët. Harroje. Gjithmonë besimtarët janë më të lartit. Gjithmonë Islami është më I larti. Gjithmonë pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është më I larti. Allah lartësuar çka po thot: "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin." Mësë do pësoni, asë mësë mërzitni. Ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Ju jeni më të lartët çka? Nëse jeni besimtar. Jo nëse jeni jo besimtar. Qafira e munafika. Ja, ata s'janë më të lartët. O vëllezër, nëse një kohë shkurtër, ata mund me triumfu me një vend, na gjithmonë be jena më të lartë Allah. Gjithmonë do të më kanë krenar. Kur nuk do të më dobësu. Kur nuk do të më thanë që ata, që këta. Allah lartësuar ka thonë, sa do vëllezër që besimtarët me fjalë, me forcë, me aeroplana, me tenka, me shkadush, munohen, me I dobësu besimtarët, po s'mujnë be me shujt këtë fe, kur hiq. A nuk është të luftu kjo fe pres kohës Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A vetë sot është të luftua? Që së është të luftu? Prej kohës, kur është dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është përgënjeshtru, është luftu, janë maltretu, janë vra, e shka dush me thuj për fjallëve, halon që të fe jena vëllezër, jena të më të hytën, jena të prezentu në gjuma, alhamdulillah. Allah lartësuar që po thëtë, yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Ata dëshirojnë që ta shuajnë dritën e Allahut me gojët e tyre. A ke pa sa munafiki dalë fol, sa qafiri, sa lëvizë, sa hipokrita, sa njerë dalë fol kundër Islamit. Wa ya'ba Allah
illa an yutimma nura walau kariha al-kafirun. Allah nuk pranon diçka tjetër, vetëm se ta plotësoj dritën e tij. Dhe nëse këto e urrejnë jo besimtarët. Nashtë në vendin ton, këto falëvizjet e kufrit, shkojnë një 10 veta pranojnë fe tjera kështu më radhë, po ka dhe tje që ozohen sa dush. A ke pa alhamdulillah sa mesgjidi po qelet, e sa xhamia, sa njerë po ozohet. Të këtë janë prej plotësimit të dritës Allahut. S'ka mundësi me nalë ata, kur heq, sa do që mundohen, ato i vro ato, nëse 70.000 janë vro në Gaza, ose sa Allah i pranon shahida, po 70.000 tjerë e pranojnë Islamin, po vinë me grupe vinë. Mos u mërzitni kur gjendja përgjithshme mos t'ju dobësoj. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ai është që ka dërguar të dërguarin e tij, me të vërtetën edhe me fenë e vërtetë. Liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun. Që ta bëj këtë fe dominuese mbi të gjitha fe tjera, edhe nëse këtë e urrejnë idhujtarët. Pra nëse urrejnë, s'kish ka mati, urrejnë sa dush, Islami ka me triumfu, që ato vëllezër do të më konë krenar, kur do të më dobësu, kur më se këqyrë diçka, jo ati, një besimtar, një video, një foto, edhe më dobësu, kur? Kjo është vetëm një kohë e shkurtër, vëllezër. Edhe kalon me lejnë Allah, përfundimi gjithmonë është për besimtarët. Krenarim për kujtë du të më kërku, vëllezër, na? Për qafirava, për Allah kërku krenarim. Allah që ka për thënë Kur'an, men kana yuridu al-izza, fa inna al-izzata lillahi jami'a. Kush e dëshiron krenarin, e gjithë krenaria i takon Allahut. Kush është ai vëllezër që i bën njerëzit krenar? Kush është ai që i poshtron njerëzit? Kush është ai që dikujt ja jep pushtetin e dikujt ja merr? Po ka bejnë ndorën e Allahut. S'kena ku me dalë, s'kena ku me shku, vëllezër. Këtë të shka ndodhën, këtë e me caktim. S'ka pas mundësi me ndodhën ndryshe, kur, heq. Që gjithmonë me qenë krenar. Po ashtu Allah lartësuar, në ka të rejkë vrejtjen, që mos me i marrë jo besimtar për miq, duke kërku prej atënve krenarim. Bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban alima. Përgëzoj hipokritët, se për ta do të ketë dënim të dhëmshëm. Pse Allah? Pse? Çka kanë bërë këta hipokrit që pas kanë dënim dhëmshëm për ta? Alladhina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. Janë ata të cilët i marrin për miq jo besimtarët në vend të besimtarëve. Vëllezër, sot prej probleme më të mëdha është miqësia me jo besimtarë. Dashuria për jo besimtar, dashuria për sportistat e për sa qafirët e vëllezër. Vallaj poshtrimi po vjen për shkak humbjes kësaj bazës fesë. Dashuria për hir të Allahut edhe urrejtja për hir të Allahut. Nuk dalim jashtë kësaj e vëllezër. Kjo është pengesë mes neve dhe mes jo besimtarëve. Se kena këta, normal që kime dalë në kufër. Çka kemi çudi? Se ki këtë pengesë, se ki këtë barikadë. Kur s'ki barikadë, s'ki parime, atëherë shkon. Allah kur mos na mundsoft të vëllezër me qenë me imitsu jo besimtar, me qenë shpion atyre, me ndihmu atyre kundër muslimanëve. Ayabtaguna indahum al-izza, Allah al-Asur, këtë ajet po thot. Apo kërkojnë të ata krenarim, duke i mitësu ata kundër besimtarëve. A çfarë po kërkojnë? Fa inna al-izzata lillahi jami'a. Gjithë krenaria takon Allahut. Pi kujnë të kërkuar me krenarim? Pi jo besimtarëve? Jo, pasi nuk shkon. Vetëm pi Allahut e kërkon krenarim. Allah i lartësuar, vëllezër, fjala Allahut është që ka minimu pejgamberët. Mos ki dyshim. Walaqad sabaqat
kelimetuna li ibadina al-mursalin. Innahum lahumul mansurun, wa inna jundana lahumul ghalibun. E kemi dhënë fjalën tonë për robërit tonë dhe pejgamberëve. Cila fjalë o Allah? Se ata do të jenë të ndihmuar dhe se ushtria jonë do të jenë triumfues. Fjala Allahut o vëllezër, çka po dush më shumë? A dyshon në premtimin e Allahut? A dyshon në caktimin e Allahut? Allahu në Kur'an po thot, po dyshon. Nëse dyshon, atëherë normal që i hipokrit. Se po dyshon të kush? Te premtimi i Allahut, Allah na rujt. Çka ka thënë hipokrit Abdullah ibn Ubay ibn Seluli edhe partia vet? Çka kanë thënë? Ha? يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. Ka thonë, kur të kthejmë Medina, ata shka e më krenar, kanë mi nëzirë ata që e më poshtër. Ko shkrenar? Ki për vete du të me thonë Abdullah ibn Ubay Seluli, si ka qenë koka hipokritëve. Thotë, na, kur kena më këthejmë Medina, kena më nëzirë më poshtër. Do më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët e tij kena më nëzirë për Medinës. Ka dalë, më së gruse. Ka. Allah shka po thëtë, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Krenaria kujt i takon? Në të vërtet krenaria takon Allahut, të dërguarit e tij dhe besimtarëve. Mi po ku është problemi? Allah po thotë, mirë po hipokritët nuk e dinë këto. Kështu është problemi, se ata se dinë kujt i takon krenaria, se ata i po thotë, ma krenari ka më nxjerr ato që është më i poshtër. Edhe është poshtru. Do ta thojna fjalën e fundit të Omerit, e cila është bën normë edhe fjalë që do ta përmendin musliman gjithmonë. E dini vëllezër që Omeri ka qenë jo besimtar apo. Pastaj Allah lartësuar e ka uzu në Islam. Mirë pa e ka kuptu se ta shtetyjat për dina dhe gjahiliyetin edhe për din Islam, për dina dalimin edhe plot për neve dina, apo kena jetu, Allah në rujt farjete, ta shi në uzu në Islam e dina dalimin. Shka po thët Omeri? Thët në ejna për një popull që Allah në ka ngrit me Islam. Sa që të kërkojna më ngrit me diçka tjetër pas Islamit, Allah ka me në poshtru. Poshtrimi është se po dojna më ngrit përmes futbolistave, përmes atyre, përmes tyre. Qështu më poshtrimi o vëllezër? Jena krenar se filan ekipi, mashallah, ka bë kështu, ka fol për gazën, ka futboll o vëllezër. Po si gjende kena ardhur o vëllezër? Që kjo po në bën krenar neve. Me çdo munina, mashallah, dish, jena musliman force, ka fitu filan ekipi futboll, apo utan, pas ka dhënë gol. Që kjo është o vëllezër, kur kërkojna krenari me diçka tjetër përpas Islamit, Allah ka më na poshtru. E lutem Allah lartësuar me bën Islamin edhe muslimanët krenar. E lutem Allah lartësuar me poshtru shirkun edhe mushrikët. E lutem Allah lartësuar me ndihmu muslimanët kudo që janë në botë. Wa aqimis salat, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.